Nuk jemi ne të parët që kemi shkelur korabin, por për herë të parë, ne kemi sjellë në majtë të tij vallen ndyshe dhe këngën e Hajredin Pashës, diçka që nuk është parë kurrë më parë, dhe padyshim që na bën të ndjehemi krenar. I e rëndë dhe krenar vargmali i korabit me majën e tij më të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan, qëndron në lindje të qytetit të lashtë Dibrës, por xhelos për bukurinë e këtij qyteti. Në anën tjetër, në perëndim të tij, shtrihet edhe vargmali i Lurës. Hijeshin dhe bukurinë e këtij qyteti të rrethuar nga dy vargmale të mrekullueshme, e përkëdhel në të dy anët e saj, duke i dhënë jetë dhe oksigjen, edhe lugina e Drinit të Zi. Po përse e quajmë Dibër? Sipas historisë, paraardhësit e parë të dibranëve kanë qenë deborët. Në bazë të gjuhës shqipe, nuk thirret Dobër, por Dibër. Ky emër përmendet që nga shekulli i 5 para erës son, nga Heroditi, e më pas në shekullin e parë të erës son, nga Straboni dhe Pilini. Vetëm 185 kilometër e ndajnë këtë qytet nga metropoli i vendit, Tirana. Po ashtu ajo kufizohet në lindje me Republikën e Kosovës dhe të Maqedonisë, me një gjatësi kufitare 90 kilometër, nga të cilat 19 janë lumore, në veri me rrethin e Kuksit, në perëndim me Mirditën dhe me rrethin e Matit, dhe në jug me Bulqizën. Si çdo qytet i vendit ton, edhe qyteti im, Dibra, mbart mbi supet e veta, histori, tradit dhe kulturë. Në çdo cep të këtij qyteti dhe në rrethinat e tij, gjejmë gjurmë të kësaj historie dhe të kësaj kulture. Ja, kjo është xhamia e Allajbekis, e cila ndodhet në fshatin që në ditët e sotme njihet me emrin Burim. Është një monument kulture i kategorisë së parë. Kjo xhami, e ruajtur me fanatizëm nga banorët me vlera të mëdha për arkitekturën e saj dhe historinë që mbart, është një ndër destinacionet e turizmit religjoz, i cili po merr vëmendjen e institucioneve dhe specialistëve përkatës për të qenë një atraksion i denjtë dhe mikpritës për turistët e huaj dhe vendas. Bashkë me mua është edhe një nga historianët më të mirë të zonës, Haki Përnezha, i cili na tregon më me detaje. Kjo xhami, edhe sipas dokumentave, është ndërtuar rreth vitit 1560, ndryshe kjo quhet dhe xhamia e fshatit Burim, sepse kohë më parë është bërë edhe ndryshimi i emrit nga Allajbeki, është kthyer në xham, domethënë në emrin Burim. Stili i të ndërtuarit është i thjesht, me llaç e me gëlqere. Ajo që të bën përshtypje është trashësia e mureve, ai kalon 80 cm, zakonisht në zonat tona, muret e tilla ne i bëhen vetëm muret e kalave. Pra, kaq e hershme dhe ndaj kjo xhami ka rezistuar kohës prej 500 vjetësh, sot kjo është e lartësuar dhe është një objekt, me të vërtet objekt, vërtet kulti, por edhe objekt i që ruhet nga shteti. Është ndër të paktat ose të rrallat që ka edhe në Shqipëri. Nuk ka mbetur vetëm thjesht për t'u vizituar, por është edhe funksional, sepse kryhen edhe rite fetare këtu. Bazuar në faktin që Shqipëria njihet në mbar botën për harmoninë fetare, kjo fisnikëri nuk mund të mungonte as në mes të dibranëve. Duke u larguar nga kjo xhami dhe nga ky vend, i drejtohemi një kulti tjetër fetar, Kishës së Shën Mitrit. Si fillim, rruga na sjell të parin Kërçishtin e poshtëm, nga ku nuk mund të kalosh pa vënë re dhe një mrekulli dhe një pasuri natyrore. Rapi i Kërçishtit, rreth 250 vjeçar, të tërheq vëmendjen sapo hyn në qendër të fshatit.
Rruga vazhdon drejt Kërçishtit të epërm, ose siç shumë njerëz e njohin ndryshe, si balkoni i Maqellarës. Është buzë parkut natyror Korab Koritnik. Vlerë tjetër kulturore e zonës së Dibrës janë edhe dy kisha të vjetra, të cilat ndodhen në fshatin Kërçisht i Sipërm, këtu në zonën e Maqellarës. Ne do shkojmë t'i shohim më nga afër për të kuptuar edhe vjetërsinë e tyre. Ikim bashkë. Dhe ja arrim te kisha jon. Kisha e Shën Mitrit, e cila i përket viteve 1800-1870, e vjetër, shumë e vjetër, por ajo edhe sot pret dhe përcjell besimtar. Sa vjeçare është kjo kishë? Është kisha e Shën Mitrit, e cila mendohet që është ndërtuar aty nga viti 1830, nuk është datë krejtësisht e sakët. Ne dimë që është vërtet një objekt kulti, i përdorur më shumë edhe nga pjesa e popullsisë që kanë qenë të besimit latin, të kishës katolike latine, por edhe të besimit ortodoks. Dhe mendohet se kjo bashkë me kishën e Sveti Spas, që quhet më poshtë, ose kisha e Shën Sotirit, janë të ritit ortodoks, por janë kishe vlehe. Do me thanë, ne kuptojmë se në përgjatë gjithë pellgut të Drinit të Zi, sidomos në këtu ku jemi, në pjesën e Dibrës së epërme, si quhet, popullsia vllahe ka qenë mjaft e pranueshme, e gjendshme, e cila ka jetuar qish në vitin 1100 dhe para vitit 1170 këtu. Afreskët e saj janë të dëmtuara, te këtu kanë përfunduar. Këto janë punimet që i kanë sjell më vonë, i kanë sjell ata që vinë e kryejnë ritet ritualet. Dhe rituali këtu. Po, rituali i kësaj kishe bëhet me 25 tetor, ndryshe me kalendarin ton me 8 nëntor. Ndryshe edhe pjesa tjetër që ne e quajmë pjesa muslimane respektohet Shën Mitri. Këto shenjtë na bashkojnë ne. Nuk janë vlera që na ndajnë, po janë vlera që na bashkojnë. Për të bërë ritualin, një pjesë e popullsisë vinë edhe nga Maqedonia. Ky fshat ka dy kisha të vjetra. Sipas gojdhënave, kishat zakonisht ndërtoheshin në vende ku mund të vinin njerëzve dhe besimtarve në ndihmë, afër ligjave, afër ndonjë vendi të bekuar që dikur i përdornin për të gjetur shërim shëndetësor ose shpirtëror. Kisha tjetër është ajo e Shën Sotirit, për nga rëndësia jo renditet e para. Është ndër kishat më të vjetra të ndërtuara në zonën e Dibrës. Vitit 1170, pra është më e vjetra. Shifet edhe konstruksioni i ndërtimit të kësaj tregon me të vërtet se këtu është punuar shumë herët për ta ndërtuar këtë kishë. Ajo që duhet të theksoj është se kisha e Shën Sotirit ku jemi këtu është e njëjtë me kishën e Herbelit. Kjo kishë dhe ajo ditën e ritualit, ose datën, më mirë me thënë të ritualit, e kanë në gusht, 6 gusht. Ne do shkojmë edhe te kisha e Herbelit. Okej, pa tjetër. Herbeli është një fshat pak më larg Kërçishtit, por besimi i lidh tek këto dy fshatra që në kohë të hershme. Kisha e Herbelit është po ashtu një nga kishat më të vjetra të Dibrës. Pasi përfunduam me kishën e Shën Sotirit në Kërçisht, kemi ardhur këtu te kisha e Shpërfytyrimit në Herbel. Tham që kisha Shën Sotirit atje në Kërçisht lidhet me kishën e Herbelit, e cila përveç se ka emrin e atij shenjti Shën Sotirit, shtohet edhe emri i Shpërfytyrimit. Kisha të tilla me këtë emër ka të lavdishëm për fenë ortodokse, ka në Gjirokastër, ka edhe në Prizren, mjaft e rëndësishme është data, e cila respektohet kur është dita e pelegrinazhit ose e ritualit kryesor, siç ishte data 19 gusht, vinë nga të gjitha besimet fetare. Sa vjeçare është kjo kishë? Kjo i takon viteve 1830 e mbrapa. Fatkeqësisht emigrimi për një jetë më të mirë ka prekur edhe këtë vend. Sot në këtë fshat kanë mbetur vetëm 2 familje ortodokse, ku njëra prej tyre kujdeset vazhdimisht për kishën, sidomos në ditët festive. Andon Postoli është ai që kujdeset më shumë për të. Sa vite ke ti që kujdesesh për këtë kishë? Jo, unë këtë kishë këtu ka 4 vite. Kishën e kam mbajt, territorin këtu e kam pastru e kam rregullu. Ti nuk është se paguesh, e bën vetë? Jo, për pagesë, asnjë pagesë marr. Ju vini gjatë festave, vini këtu?
Jo, gjatë festave vim, e ditën e diela vim, natën e diel. Dibra ka qenë dhe do të mbetet një nga vendet që na ofron gjëra fantastike sa i përket turizmit. Ka një hidrografi të pasur me burime mbitoksore dhe nëntoksore. Shumë prej tyre krijojnë një panoramë të cilën nuk mund ta lësh pa e bërë pjesë të kujtimeve të tua. Një vend i veçantë që nuk duhet lënë pa vizituar është edhe ujvara e Pocestit. Ndodhet në fshatin Pocest, afër Maqellarës. Shtegu që të çon drejt saj është i ngushtë, por i rrethuar me një natyrë të mrekullueshme. Pas një ore gjysmë rrugë nga fshati i Pocestit, vendi nga ku e ka marrë dhe emrin, më në fund do të jesh pranë saj. 1429 metër mbi nivelin e detit. Do jesh në një pikë nga ku mund të shohësh një pjesë të mirë të Dibrës dhe do të shijosh edhe bukurinë e kësaj ujvare. Uji i pastër dhe i pishëm që del prej saj, të fal qetësi dhe një freski shpirtërore. Turizmi me sa duket, po i jep një fytyrë tjetër Dibrëson. Por çfarë pritet në të ardhmen? A do të vazhdoj lullëzimi i këtij vendi? Dibra është destinacion turistik dhe është i pashmangshëm. Ai është vërtet kopshti i Tiranës. Të ofron çdo gjë. Malin, lumin, realisht është një pikë që do mbështetemi shumë në të ardhmen dhe pse jo, dhe projektet në të gjitha që po bëjmë realisht dhe turizmit po shkojnë. Zhvillimit të agroturizmit, turizmit malor, turizmit kreativ. Domethënë, pjesa që ne po fokusohemi aty është rikonstruksioni i qendrës balneare. Bëm asfaltimin e rrugës të Radomirës në 100 fshatra turistik, ku 4 nga fshatrat turistik janë Kërçishti, është Rabdishti, është Radomira dhe Lura, ku e gjithë pjesa dhe projekteve, dhe gjithë pjesës që ne mendojmë që e ardhmja është drejt atyre fshatrave turistik, gjithë projektet aty po vënë. Po bëjmë projektin e rrugës Lurës nga Peshkopia për Lurë, kemi mbaruar projektin për rrugën e Rabdishtit, ndërkohë që do bëjmë sistemimin e ujit pishëm në të gjithë qytetin e Peshkopisë dhe fshatrave përreth, ku një projekt e kemi marrë dhe ka vazhduar punën, dhe projekti tjetër që është miratuar dhe është firmos kontrata me subjektin e kontraktor. Nga fondi i zhvillimit kemi pasur mbështetjen me miratimin dhe financimin e një pedonale 3, po e quajmë, nga pjesa e vaporit poshtë që quhen banorët dhe deri tek Lligja Cipër, që është një pedonale shumë e bukur, është një zonë si quhet Lugina e Shërimit. Është një financim nga qeveria shqiptare, nga fondi i zhvillimit, kështu që besoj që pjesa e turizmit është kryesorja. Udhëtimi jon turistik vazhdon dhe ne nuk ndjehemi as pak të lodhur. I jemi drejtuar Lurës, ku do të kalojmë edhe natën. Me vete kemi një djalë fantastik, i cili është i vetmi në moshën e tij që di t'i bjerë çiftelis dhe të këndoj. Hoy bien era morore pense esa vino prej malit orore presa bre esa. Ai është vetëm 25 vjeç, por arriti të na e kthej këtë natë nga më të bukurat. Unë jam nxënës i zgjedhur nga përparimi Tomshini. Përparimi ishte një njeri i zgjidhte talentet, i merrte punonte shumë me to, edhe ati ku mendonte ai, i nxirrte në skenë, jo se gjithmonë ka nxjerrë për më këndu solo gjithmonë ati. Dinte ku të nxjerrte vetë më këndu, dinte ku më të fut me grupin. Zgjimi do bëhej herët, pasi do niseshim drejt destinacionit ton të fundit. Natën e kaluam në Lurë, tek një nga bujtinat më të bukura të kësaj zone, bujtina o Gjaku i Doçit. E veçanta e kësaj bujtine është se këtu shërbehet me enë të vjetra, të një kohë shumë të vjetër. Kam këtu edhe të zotin e bujtinës, të cilit dua t'i bëj disa pyetje. Sa kohë ke që e ke hap bujtinën? Bujtina ka funksionuar pothuajse nga 5 vite, por këto kohët e fundit ka marrë atë formësimin e duhur. Ju vetë jeni me origjinë nga... Unë jam po nga Lura, kam lindur, jam larguar moshën 10 vjeç dhe jam rikthyer pas 35 vitesh. Pas 35 vitesh? Pas. Mendoni se ja vlen? Jam më se i kënaqur. Ju me profesion jeni mësues. Çfarë ju ka shtyrë që të vini këtu në Lurë dhe të hapni një bujtinë? Ndofta jo
jo vetëm nostalgjia, por dhe ajo për të rilindur traditën. Më thuaj, çfarë ka karakteristik tjetër, përveç se enët e vjetra që ti ke mbujtin? Enët e vjetra janë si fenomen i bashkëtesës fetare, pasi Kulla e Doqit ndër të tjera ka patur dhe bashkëtesën fetare, kur të dy vëllezërit, gjyshrit e njëri ka qenë musliman dhe tjetri katolik, dhe janë të dy palenët që përdoreshin shumë gjyshja ime vite nga Mirdita, ishte katolike dhe bënte gatimin në kohën e Ramazanit për iftar, për sefer, dhe bënte për pjesën tjetër që ishin musliman, për kunetrit. Do me thonë dy vëllezër në një shtëpi, njëri musliman dhe tjetri katolik. Sa bukur. Dhe këto që kemi neve në tavolinë? Janë të muslimanëve, janë filxhan pa bisht, i vjetër. Ka një sekret ky filxhan më duket. Po, ka sekretin sepse me këtë filxhan nusja që vinte në shtëpi bënte kafen e mjesit, vjerrit, tu gatuhet të traditës. Bëjmë qullin me tomën me majs, flin. Bëni ushqime tradicionale të vendit. Ushqime bio. Pet me hithra, mi fjallë gjithçka është bio. Pet me hithra. Po, pet me hithra, janë gjëra me laboda që kemi ne mi fjallë. Dhe qaja bëhet me boronis dhe me mollë të egër. Do nisemi drejt Korabit, por rrugës kemi edhe ujvarën e Sopanikës, një nga më të bukrat e kësaj ane. Ndodhet afër fshatit Çidhën, vetëm 30 minuta larg nga qyteti i Peshkopis. Rruga për të ardhur deri këtu nuk është as pak e vështirë, madje mund të vinë edhe makinat e vogla. Ne tani po nisemi drejt ujvarës për t'ju treguar këtë mrekulli të natyrës e cila ndodhet në Dibër. Ajo ka tërhequr vëmendjen e mjaft turistëve vendas dhe të huaj. Vëllimi i ujit ndryshon në periudha të caktuara, por bukuria e saj mbetet e njëjtë. Shpella nga ku buron ajo, mendohet se mund të jetë mbi 700 metër, por askush nuk i ka shkuar deri në fund. Afër saj do të gjesh Shukriun, i cili është munduar që të krijojë një bujtin të vogël për t'u shërbyer turistëve që shkojnë andej. Një gjë interesante që dua të zbuloj është fakti se edhe nëse Shukriu nuk është aty, ai lë disa pije në ujin e ujvarës dhe ku shkon aty, merr çaj duhet dhe lë lekët. Gjithçka duket kaq e pabesueshme dhe plot harmoni në Dibrën tonë. Shukri, sa kohë ke që i ke ndërtuar këto, po themi, ti bujtina është të vogla? Thjeshta. Ka gati 2 vjet që i kemi ndërtuar, edhe ka pas shumë lëvizje, shumë turist, vjet ka pas më shumë të huj, urgjësim jetë vetëm kosovar. Është më shumë e frekuentuar gjatë periudhës së dimrit apo të verës? Kjo frekuentohet si në dimër edhe në verës, edhe në dimër ka të bukurinë e vetë që bëhet komplet akull dhe ka mrekullinë e vetë. Qa gatuhet këtu? Gatuaj mish, me sash, me zgardë të vogël. Edhe bojmë dhe kështu gjëra tjera, trushia, sallata, gjëra. Flika? Po. Edhe flin. Po. I gatuan veti? Po i gatuim në shtëpi këtu. Orët po kalojnë e po vjen mbrëmja. Kthehemi drejt qytetit të Peshkopis. Një xhiro në bulevardin e Blirëve në orët e mbrëmjes duket sikur të jep forcë. Vjeshta ka ardhur në qytetin e Peshkopis dhe bashkë me të kanë zbritur edhe netët e ftohta në këtë qytet. Sonte zbritëm në bulevardin e Blirëve, bulevardi më i famshëm i këtij qyteti. Le ta shohim pak se si duket natën, si është jeta natën në këtë zonë kaq të bukur. Pandemia ka ndikuar jo pak edhe këtu. Gjithçka duket kaq i qetë. Dibranët duken po kaq të ndërgjegjësuar dhe bashkëpunues për ta fituar luftën me këtë armik të padukshëm. Por cilat kanë qenë masat që ka marrë bashkia në këtë periudhë? Në fakt, ndodhi një situatë që askush nuk e priste në gjithë botën, kështu që nuk mund të bënin përjashtim dhe ne në gjithë situatën e asaj që ndodhi, dhe realisht po ndodh, se është një fenomen që akoma është midis nesh. Pati probleme për sa i përket pjesës që biznesi mbyllën qepenat, por direkt pas saj, pas veprimeve që bëri qeveria në lidhje me pagën e luftës, u stabilizua, menaxhua shumë mirë nga gjithë pjesa strukturave vendore dhe qendrore.
Realisht 2 muajt e gjysmë po themi, pak në gjithë pjesës periudhës parë ishte zonë e gjelbër sepse ishte një bashkëpunim shumë korrekt të gjithë strukturave. Pothuajse kishim një evidencë shumë të qartë të personave që hynin dhe dilnin me ato autorizimit përkatëse që ishin, që hynin në territor. Ishte koordinim perfekt me policin, me gjithë pjesën e shërbimit social për ndimin e personave që po themi kishin të ardhur të pakta dhe që duheshin suportuar me pak ushqimore, me ndihmat ekonomike. Dhe pasi u lehtësuan disi, u liruan po themi me qarkullimin me lëvizjet, ishte e pashmangshme që dhe ne të bëshim pjesë e zonës të kuqe. Por pa dashur të humbim kohë, nisemi drejt korabit. Nata është e ftohtë, disi e frikshme. Por grupi rri gjithmonë i bashkuar dhe rreziku ndjehet më pak. Makina na çon deri në bjeshkët e Gramës, ku ndodhet edhe stani i rasimit. Një nga ndjesitë më të bukura që mund të jetosh në jetë është të flesh në këto stane, në këto net të ftohta, i rrethuar nga rreziku i një jete të egër. Donim të shijonim lindjen e diellit dhe nisja për në majën më të lartë të Shqipërisë duhej bërë më herët, sepse nuk duhet të na zinte nata rrugëve. Pas një nate të gjatë dhe të ftohtë tek stani i rasimit këtu në Gram, sot do të nisemi drejt majës më të lartë në Shqipëri. Por ne sigurisht që nuk shkojmë dot vetëm, dhe kemi marrë edhe pajtimin me vete. Pajtim, sa herë ke qenë korab? Disa herë. Çfarë të shtyn të shkosh në korab? E bën për qejf? Je aventurier? Aventurier. Kom qef se jeta të rinë korab. Kaq shumë pëlqen? Qetësi, relax, Cicilina zoq, larg zhurmave. Zakonisht shkoni me shok? Me shok. Keni fletur ndonjëherë në korab? Jo, s'kemi fletur, po e kam menduar të flej në majtë korabit. Tani u nisëm drejt korabit, jemi me makinën e pajtimit, e cila ka marrë një pamje komplet tjetër, vetëm për këtë udhëtim. Aventura sapo nisi. Rruga është e gjatë. Entuziazmi na ka mbërthyer të gjithëve, por asnjëri nga ne nuk e di se çfarë pret përpara. Të shëtisësh malet e Shqipërisë, sigurisht që nuk mund ta bësh vetëm me makinë. Deri këtu ishte ardha jonë me makinë, më tej do të vazhdojmë në këmbë. Ora e parë është e lehtë. Ecim ngadalë dhe me dëshirën e madhe për të prekur majën e korabit. Shumë prej nesh po shkojnë atje për herë të parë. Rruga vazhdon me ecje dhe pushime të njëpasnjëshme. Pasi faqja e malit që po ngjisim është goxha e pjerrët. Në një moment, pjesë e pushimit ton, na u bë edhe krenaria e shqiptarëve. Shqiponja, e bukur, e fortë, dhe krenare po fluturonte sipër kokave tona. Të ndodh shumë rrallë ta shohësh nga afër. Ndaj ne të gjithë ishim aq të mahnitur pas saj. Pushimi mbaron, vazhdojmë ecjen. Tashmë kanë kaluar më shumë se 2 orë ecje. Një hapësirë e kuqerentë dhe e verdhë është gjithçka që të rrethon. Ajër i pastër, erë e ftohtë, dielli nxehtë, një larmishmëri temperaturash, një mrekulli natyrore me të cilën nuk ngopesh. Paragliding është një sport që nuk i ka munguar kësaj panorame. Emocionet luajnë ndjeshëm me ty e të bëjnë të rrah zemra fort. Pajtimi është ai i cili e shijon më së shumti këtë gjë. Gjithashtu ka edhe nga ata që vinë këtu me bicikleta. Duan të shijojnë çdo pjesë të kësaj mrekullie që Zoti e ka bërë pjesë të dibranve. Rrugës shohim një nga postat e vjetra. Në malin e korabit mund të gjesh shumë gjëra interesante, si për shembull, këtu kemi një postë të vjetër, e cila ka funksionuar në atë kohë dhe ku nuk lejoi askush të kalonte në anën tjetër. Domethënë këtu ishte si një tip kufiri, po themi. Afrohemi t'ju tregojmë vendin se ku rrinte ushtari. Ushtari rrinte pikërisht në këtë vendin këtu. Pjesë interesante e gjithë kësaj është fakti se barinët vinin deri këtu për të kullotur baktit dhe duhet të rrinin me shpinë nga ana e Maqedonisë. Nuk duhet të shikonin fare andej. Dhe ushtari i vëzhgonte nëse ata shikonin andej nga ana e Maqedonisë. Qëndrojmë pak të pushojmë dhe të freskohemi. Më natyrë.
edhe në këtë lartësi, na krijon këtë mundësi. Këtu kemi burime të shumta uji dhe madje shumë të ftohtë. Një pjesë e tyre furnizojnë edhe qytetin e Peshkopisë. Jemi ndalë këtu për të pushuar pak, pasi rruga është tepër e lodhshme, është një faqe shumë e pjerrët. Do pushojmë edhe 5 ose 10 minuta dhe do fillojmë ngjitjen. Të raskapitur vazhdojmë ecjen. Një pjesë hipi në kal, të tjerë ecin përpara, pasi nuk e kanë për herë të parë. Pas thuajse 4 orësh, arrim afër majës. Kësaj bukurie dhe aventure nuk mund t'i mungojnë kurse si turistët. Ne ngjitemi dhe ata zbresin, por ne jemi vendas dhe qëndrojmë pak për t'i përshëndetur dhe për të kuvenduar me ta. Hello, where are you from? Përshëndetje, nga jeni? Jam nga Malizi. Është hera e parë që vini këtu në Korab? Po, është hera e parë. Ishte shumë bukur sot. Ne kemi ardhur nga Malizi mbrëm. Kemi qëndruar në Radomir dhe sot në mëngjes erdhëm këtu. Këta janë shokët e mi. Ky është vend perfekt. Do të vini sërish? Po. Okay, have a nice day. Thank you very much. Okej, kalofshi një ditë të bukur. Edhe pak dhe jemi në pikën që e kishim në mendje gjatë gjithë kohës, në majën e Korabit, në vendin e Shqiponjave, në pikën më të bukur të Shqipërisë. Nuk ngopesh me atë pamje, që atje shikon një pjesë të mirë të Dibrës dhe të Maqedonisë. Dhe në fund, por jo më pak i rëndësishmi, dua t'ju prezantoj me më të palodhurin e grupit, valltari i shquar, i nderuar me titullin qytetar nderi, Rifati Meri, tashmë 70 vjeç, ka ngjitur bashkë me ne majën e Korabit. Ishte hera e parë që vjen në Korab? Hera e parë që vjen në Korab. Kam brez, kam mos, po këtu në Korab s'kisha ardhë. Ti e valltar ke vite që kërcen? Unë kam marru 79-ën, në vitin 79, me gëzim ka cele, Bujar Alia, Gron Alia, që në ato vallë koreograf. Kështu kam vazhdu se së në rri. A kupton, unë jam i artit dhe i artit të vdes. Cila ka qenë eksperienca më e bukur? Më e veçanta këtu është. Më duk më e bukur se skena, këto publik i dashur, që janë që më rrethekon me ato brinjat, me ato mejet, me ato kundra, me ato gurët e bukur, vendi Shqiponjave, tu është i pazëvendësueshëm ky vend këtu. Duhet të përmendim që je dhe qytetar nderi i Peshkopisë. Po. Dhe jo më kot, sepse e meriton plotësisht. Po, Dibra më ka bo qytetar nderi dhe jam shumë krenar. I falenderoj Dibra në keq që më kanë dhënë Këshilli Bashkiak. Dhe sigurisht, këtu nuk mund të mungonte kënga e Hajredin Pashës, të cilën nuk ka Dibran që nuk e di e që i shkon kaq për shtat këtij vendi. Pasha, o po vjen ora di, I kësë valo ku janë, o këto malet e di. I bres valo ku janë, o këto malet e di brës. Ku janë, o këto malet e di, I bres bajno ku veno, o natë fushon gjori. I ces bajno ku veno, o natë fushon gjori.